këtu ndodhemi në atë që quhet Njësia Qendrore e Trajtimit, STF-ja. Këtu mblidhet e gjithë nafta që prodhohet në Patos Marinës. Te këto depozita vijnë e gjithë nafta që prodhohet në Patos Marinës dhe këtu grumbullohet. Prej këtej nëpërmjet një tubacioni shkon në rafinerinë e Fierit, ku pastaj e merr treni dhe e çon në Vlorë. Tani ne erdhëm këtu sepse mendohet sipas një urdhri të dalë nga doganat apo nga Ministria e Financave që i gjithë vendburimi i Patos Marinës të ndalet. Ram në kontakt me një letër të Agjencisë Kombëtare të Hidrokarbureve AKBN-s që ja drejtonte doganave, Ministrisë Financës, Alpetrolit dhe bankersit, ku thuhej që ju lutem mos ndalni vendburimin sepse pasojat e ndaljes së vendburimit, sepse këta e ndalën vendburimin për të vjedhur gjobën. Dhe në forum, domethënë, presioni, thonë që ne nuk ju lëm që ju të çoni naftën jashtë Shqipërisë, na sillni lekë të gjobës që keni marrë për holluesin. Dhe mënyra e vetme është që t'i ndalonin në dogan mos ta linin kompaninë të nxirrte naftën jashtë Shqipërisë. Por kjo solli pasojën e ndaljes së vendburimit. Dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore i dërgon letër Alpetrolit, bankersit, Ministrisë Financave, kur i thot absolutisht mos ndalet vendburimi. Në momentin që ndalet vendburimi, kjo hyn në fazën pasaj të sabotimit, sepse për të risjellë vendburimin në punë, një vendburim me naftë të rënd duhen pasaj miliona të tjerë për t'u hedhur, sepse nafta duhet mbajtur e ngrohur në këto depozita, duhet mbajtur e holl në këto depozita dhe ajo duhet të qëndrojë në kushte optimale, gjë që nëse ndalet vendburimi kjo nuk mund të realizohet. Dhe nafta ngrim. Me sa morëm informacion sot, kanë gjetur një zgjidhje, naftën që po prodhohet, po ja shesin Alpetrolit. Pra, nuk po e çojnë jashtë vendit, po ja shesin Alpetrolit. Kompania ka një marrëveshje me Alpetrolin për shitje nafte, ku duhet japin një sasi të caktuar Alpetrolit, dhe si duket këtë moment e kanë zgjidhur kështu. Pra, ne po shikojmë që fusha nuk ka ndalur, është në punë. Që të kuptosh domethënë rëndësinë e kësaj ngjarje, duhet kuptosh që kjo fushë nuk është ndalur kurrë. Nuk është ndalur në kohën e luftës dytë botërore, nuk është ndalur kur u ndëruan sistemet nga diktatura e demokracia, nuk është ndalur në 97-ën, pra fusha nuk është ndalur për pandemin, pra fusha nuk është ndalur kurrë. Dhe hera e parë që dikush, një autoritet shtetëror siç janë doganat, guxojnë që të ndalin fushën naftëmbajtëse të Patos Marinës. Pra, për ta sqaruar më mirë tiku, nëse do ndalesh kjo, kush ket dëmi konkretisht? Nuk vjesh me busin në punë? Dëmi do ishte kolosal, sepse të gjithë tubacionet, të gjithë puset, do kishin nevojë ose për rishpim ose për një servis total i cili mund të kalonte në miliona, mos të miljarda. Dhe kjo gjë do bënte që nafta, pavarësisht se nafta ndodhet nën tokë, e gjithë infrastruktura dëmtohej dhe duhej një riinvestim në gjithë infrastrukturën. Sepse këtu del ujë, këtu del naftë, këtu del rër, pra ishte e pamundur që kjo infrastrukturë të vendosej në punë sërish, sepse ky nuk është një dyqan kumllash, që ti shkon dhe i ul qepenin dhe kaq. Kjo është një industri e tërë, dhe industria domethënë që të ndalet, ti duhet të kesh një arsye shumë të madhe dhe duhet ta njohësh mirë industrinë. Dhe fatmirësisht, domethënë shteti shqiptar, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore ka reaguar dhe u thot mos e ndalni sepse ka pasoja. Pra nuk është se shteti shqiptar nuk e ka bërë, domethënë segmentet që e kuptojnë se si funksionon një fushë nafte, nuk është se nuk e kanë bërë, domethënë përpjekjen e tyre për t'i shpjeguar pjesës tjetër shtetit, Ministrisë Financave dhe doganës që nuk është aq e thjeshtë që të ndalësh një vendburim. Megjithatë, më vjen mirë domethënë që vendburimi vazhdon të jetë në punë dhe ajo ndalje e përkohshme që mendohet se ka qenë të enjte, të premte apo domethënë nuk është vënë në zbatim dhe fusha punon ende. Le të shpresojmë diku që kjo problem të marrë zgjidhje. Po, shpresoj.